Edhe emisioni investigativ Fix Fare në Top Channel do të nisë sezonin e ri televiziv me ndryshime të forta. Drejtuesi i gjatë i emisionit Filip Çakulli do të largohet nga drejtimi Fix Fare. Bashkë me të do të largohen edhe moderatorët Julian Deda dhe Xhemi Sheu, ndërsa ndryshimi prek edhe drejtimin gazetaresk të programit. Kryeredaktori aktuale Denisa Haxhia i gjithashtu do të largohet nga detyra. Në vend të saj, kryeredaktore e emisionit investigativ pritet të jetë gazetarja veterane e Fix Fare, Antela Lika. Antela Lika është pjesë e Fix Fare prej 14 vitesh dhe njihet si një prej gazetareve më të spikatura investigative të emisionit. Gjatë viteve ajo ka qenë autore e disa prej investigimeve dhe denuncimeve të forta që kanë bërë jehon në opinionin publik. Kalimi i drejtimit tek Antela Lika shënon një kthes të rëndësishme për t'i dhënë Fix Fare një impuls të ri. Emisioni investigativ do të vijojë rrugtimin me një qasje të re, por duke ruajtur fokusin te gazetaria investigative dhe denoncimi i problematikave që prekin qytetarët. Ende nuk dihet se cilat do të jenë dy moderatorët e rinj që do të marrin drejtimin e programit. Burime bëjnë me dije se përzgjedhjet kryesore pritet të bëhen brenda stafit të Top Channel. Largimi Filip Çakullit pas një periudhe kaq të gjatë në drejtimin e programit shënon fundin e një epoke për Fix Fare. Po ashtu, ende nuk është bërë ditur se çfarë pozicioni do të ketë Filip Çakulli në Top Channel pas largimit nga drejtimi i Fix Fare. Fix Fare, emisioni i parë investigativ i këtij formati në Shqipëri, ka një histori prej 25 vitesh dhe gjatë kësaj periudhe është kthyer në një prej programeve më të njohura të gazetarisë investigative në vend. Ndryshimet e reja pritet të përcaktojnë një kapitull të ri për programin që prej vitesh është identifikuar me investigimet dhe denoncimet e forta. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.